Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Valbona. Modesta Beqa, mirëmëngjes. A jeni mirë, a keni flajt? Unë jam të e pi një kafe qëtu edhe thjesht mendova dhash pse mos të hit live pak edhe të flas pak me disa njerëz që janë këtu. Mirëmëngjes, nga jeni, për cilit vend, po më shiqani? A keni flajt mirë? Çfarë plane keni sot? A keni pi kafet e mëngjesit? Për cilit vend jeni? Unë të e pi një kafe qëto dhe të mendu. Thjesht të mendu edhe thash du me hi pak live. Kush do që t'jetë mirë, kush s'është është okej. Dhe që disa njerëz mi au rikujtu që mos e humni asnjë ditë pa jetu. Kur e tha mos e humni asnjë ditë pa jetu, e mendoj mos ja prish vetit qefin. Mos i shtyp dëshirat e tua nga Kosova. Për momentin me CH. Tu e shiu mëngjesin me mbesën. Kalo sa ma mirë Valbona, që jo je Zvicrën. A je për herë por këtu? Apo ke qenë edhe për para? Tani edhe pas ke qellu motin e mirë. Moti është për marak këtë javë. Përshëndetje Nurie. Zila, përshëndetje. Uroj që jeni mirë krejt. El Biraci, i Biraci, përshëndetje, jo vi shpesh, okej, shumë mirë, që janë hek, tashtet, jemi të lirë me u and, me po boten, me u bashku me njerëzit. A keni pi kafe, as keni pi? Son jam të e shiu kafen teme, më knoqi krejt. Edhe që thash ma heret, thash të menu qëto se kur punon kur je i vetëdijshëm vetë, edhe kur shkon krejt koha njëri të reflektu. Edhe për zotin e madhe ato që e din vetë, ki qef me ndodhe me njerëzit të shumë normale edhe po mendoj thash sot këtë ditë mirë, sa njerëz janë detyru me bo diçka kundër shpirtit tyne. Sa njerëz nuk munden me dal me shiju jetën, sa njerëz janë mbyllur në për punë që nuk ju pëlqen, që duhen me kalu ditën me njerëz që s'ju kanë venon, s'ju përshtatet. E pse? Sepse kanë frikë me tregu veten, kanë frikë me fol, kanë frikë me thonë ato që e ndjejnë, i shtypin emocionet. Do më thonë nuk guxojnë me komuniku edhe në këtë mënyrë tani na detyrohem me shku me bo diçka që absolut nuk na pëlqen hiç edhe nuk na përshtatet. Agjere mirëmëngjes, Marli mirëmëngjes. Atja që s'ka një kafe unë e juve. Edhe thjesht do shta pak disa njerëz me inspiru, me thonë që pa marrë parasysh ku je, pa marrë parasysh në cilin vend je, pa marrë parasysh qysh është momenti yt aktual, qysh janë financat e tua, e gjithë shka. Mundohu me akceptu realitetin tani për momentin ashtu si është edhe thjesht, mundohu me bo më të mirën, mundohu me qenë vetvetja, jo mundohu, se kur tha mundohu është nështë pak, s'po e them bashkë mirë, po, je thjesht vetvetja. Mos ke frik me ju tregu botës, mos ke frik me dal, mos ke frik me fol. Me mujt ta kisha bashkan gjit një cu baklav. Oh, faleminderit. Faleminderit, po mirë është. Unë jam të hongër pak çokoladë zezë, se çokolata dhe zeza janë shumë të shëndetshme edhe për energji janë. Ja u kisha këshillu bile edhe juve, mos po njetë zhurmë pak të une se tu në Zvicër
Sot është moti i mirë, njerëzit veç dalin të prej barë, të ndrejt qoborët. Është sikur insekte që dalin, që ashtu edhe njerëzit veç aktiv. Ndoshta nuk po njihet zhurmë tone. E po që kesh të thonë, pra, mos keni frikë me qenë vetvetja, mos i shtypni ëndrat e juve, pasionet e juve, po jetoni ato thjesht sa më shumë. Se pse janë ka shumë njerëzit në depresion, veç për çet arsye sepse nuk jetojnë, sepse kanë frikë me jetu jetën e tyne, sepse krahazohen në mënyrë pavetdijshme. A jam ty e tërheku në qëta? A jeni të po që jam ty e tërheket njerin? Hajde, se në rregull është. Une jam në Lucern të Zvicrës. Në Lucern, do më thonë, ja, një gjys ore prej qytetit. Po pra, do më thonë thjesht, mos e krahasoni veten me askond, edhe unë kam mendu përpara që nuk mundem me u tregu kjo që jam, nuk muj me dal para njerëzve, kom pas frikë, kom mendu që s'mjaftoj, s'jam e mirë mjaftueshëm, edhe unë e kom krahasu veten, edhe unë e kam mendu se nuk jam e mirë sa janë tjerë, kom mendu që veç kur delsh para kamerës je i mirë, kom mendu që veç kur ti arrin diçka je i mirë, por nuk është e vërtet. Secili e ka vendin e vet. Edhe bile për shembull e keni vrejt nëse çish mundem na me kuptu se secili ka vendin e njëjtë, se për një me nuk është lehtë me besu që secili ka vendin e vet dhe secili ka më shumë se që duhet pesh në jetën, do më thonë se na nuk kemi ardhur rastisht tu, Zoti na ka zgjedhur secilin, edhe secili ka talentet e veta, secili prej juve që jeni këtu që po më shiqoni e keni një talent dikund, e keni një talent kodum. Vetëm është se na nuk e vrejmë, as nuk e dim, sepse kur nuk ja japim vetes, do më thonë guximin, nuk e marrim guximin thjesht mu tregu ashtu që jemi. Valla se kërsosin këshit edhe në cesë se kisha besu të eshti mbese në gjumë me nëziflajti. Këtu janë punëtor, ta punojnë shumë edhe po vere sidomos gjithë ditën i ki jashtë të ndrejt qobore, gjana po është mirë sepse vërtet e mbojnë vendin ta dhe është në rregull kështu. Edhe përpara për shembull këto zhurmat mu më kanë pengu shumë sepse do më thonë isha ma kur na jemi në paqe për shembull, që tash une që punoj shumë me energjit këto, do më thonë energjit e trupit që i kemi, ma përpara për shembull nuk e kom ditë se cilën energji duhet me aktivu tani. Për shembull nëse mu më pengon që ky pëshia që po bën zhurmë, atëherë kjo më tregon mu që unë një energji nuk jam duke jetu, se çush ju kom tregu, gjitha energji, do më thonë janë 12 energji individuale që janë në mënyrë ciklike në trupin ton, që duhet me jetu. E ku nuk i jetojmë, atëherë na dikun stopojmë jetën ton. Do më thonë nuk mundem me shfaq potencialin, edhe jemi gjithmonë ma shumë në luftë me jetën, me njerëzit dhe me gjithçka. E tash për shembull në këtë rast, këtu tregon që unë nuk jam, nëse reagoj është fjala, nëse mu ky personin fillon macaron, bën nervoz, se pse po bën zhurmë, se unë ndoshta e mendoj, okay, tash po du me i life, edhe mendja ime thot mos bën kërkush zhurmë, ama në fakt është jeta kjo. Në fakt njerëzit janë të zgjuar, edhe secili e ka punën e vet, edhe secili do më thonë do me kry punët e veta, e nëse unë nervozohem tani se mu po më pengon, atë kjo do më thonë që unë nuk jam duke jetu energjin e ujorit. Edhe sinqerisht është diçka fantazi, sepse ujorit për shembull nuk i intereson çka bojnë tjerët. Ujori është i lirë, ujori pranon, edhe ç'kjo është tash për shembull unë në këtë moment kur ky bën zhurmë sa, unë reagoj, atëherë them, okay, unë tani duhet me integru çet energji. Edhe masanet e pranon, edhe është shumë okay. Si mundem të punojmë për t'i zaventuar me
më besimet kufizuese që i vetëdijsojmë apo programet. Programet është mas shumëti, mundem me i zëvendësu. Qëre, unë gjithmonë flas për shembull për vetdijen. Vetdia është çelësi kryesor i gjithave. Janë për shembull do besime që i kemi kufizuese që janë vërtet në shtatë mëdhaja dhe na bojnë shumë pengesë në jetë për me arrit qëllimet tona. Nëse është një besim shumë i thellë, atëherë ta kisha propozu për shembull me bëni një hipnozë. Po për ndryshe me vetdije. Pse thonë na çdo herë je sa më shumë prezent, ti je sa më shumë këtu në tani. Kur Guten Morgen, so startet ganz liebe Grüße, meine Liebe. Oh, guten Morgen, Latoya. Liebe Grüße auch von mir, meine Liebe. Okay, atëherë pra thjesht vëzhgoje veten. Roli më i mirë që mundem me pas si njerëz, se na në mëngjes kur zgjohet, për shembull, nuk e di apo dëgjohet zhurmë të unë shumë apo jo, përndryshe hi mrenda. Ama unë dashta edhe me shiju dillin edhe me bisedu me juve. Pra, roli më i mirë është roli kur je vëzhgues. Thjesht ti je vëzhgues. Na, siç thash, në mëngjes e deri mbrëmje luajmë role të ndryshme. Po kur nuk jemi të vetëdijshëm, atëherë na nuk e dim se në cilin rol jemi. Cilin rol jam unë? Me çka po identifikohem unë? Më e mira pra është me qenë, upsala, se gati mra kamera. Më e mira pra është me qenë në rolin e vëzhgimit. Thjesht me vëzhgu veten, çka jam të menuar shumicën e kohës. Çka po mendoj? Tash për shembull ti don me bëu sot diçka. Edhe që kjo ke arsyeja pse i na laj se thash pak t'ju inspiroj edhe që mos e ndaloni veten, sepse projon besimet kufizuese që ti do me bëu diçka, ti do me ndërmarr diçka, ti e ki për shembull për sot një qëllim, edhe tash ty të vinë besimet kufizuese po. Jo se s'mundesh, jo se zor, jo se na shtamtojnë kështu, jo se na shtamtojnë ashtu, ndoshta më injorojnë. Edhe ti do më thonë ja kufizon vetës gjitha, pra nuk ja jep vetës tonde mundësin me u shpalos. Edhe me thonë vetës, okay, e kom që të besim kufizus, amo une prap do t'a bëj. Edhe kjo është ma e mira do më thonë që na me u ballafaqu, sepse asgjë e mirë nuk vjen në të kuptimin pa hy në për blokada. Pa i thy besimet kufizuese. Besimet kufizuese pra është thjesht kur ti je i vetëdijshëm, për momentin e tanishëm ti je këtu. Edhe tani ti thjesht e kap veten, çka po mendoj edhe çtash. Edhe i thu vetes pse po mendoj. Nga më ka ardhur mu ky program. Kush më ka dhënë mu këtë program? Për shembull, sa njerëz janë që nuk e bojnë punën që e dojnë. Pse? Sepse mendojnë që nuk dinë më shumë. Sepse mendojnë që jam në një vend huj, edhe unë nuk i kam mundësit. Sepse mendojnë që unë tash e kam moshën, edhe unë nuk mundem se më ka kalu koha. Sa për njerëzve pra e detyrojnë veten me shku, me ushtru, një punë, 10 orë, 9 orë, do më thonë është kjo bazorja, 9 orë me shtyp komplet. Ato gjithë potencialin tonë që e ki, pse? Nga frika edhe nga besimet kufizuese pra. Thjesht kapi ato. Edhe aty kosht mas zorti që të vjen që aty dush me hi. Po s'hine, edhe unë për shembull, ju kom tregu edhe në live-in e fundit që jeta është me cikle, jeta është me nivele, na zhvillohen. Çdo herë kemi me u ballafaqu me gjana të reja në jetën tonë. Na nuk nëse rrin ti aty ku kur s'ki me qit veten në pozitë tron, nëse ti gjithmonë standard, gjithmonë çdo ditë i bën të njëjtat gjana, atëherë ti kur mos pret që ka me ndryshu jeta jote, mos pret që ki më bën ndonjëherë i pasun. Puno sa dush, unë e di që nuk keni qef me ndëgju.
A më është e vërteta, unë nuk poj mi u dalë, mi u thonë, pu, boni, se mundesh me mri gjitha. Nëse nuk ndryshon, gjatë ditës tënde, nëse nuk i ndryshon, mas pari, bindjet e tua, mendimet edhe ndjenjat, se mendimet edhe ndjenjat gjithmonë krijojnë bindje, pra programe. Nëse nuk i ndryshon qëto, pra çdo ditë ti bën punën e njëjtë, çdo ditë i takon njëjtit njerëz, çdo ditë e ki të njëjtën rrugë, më shku në punë, nuk thysh, ka po don ti për jetës? Çka? Nuk cjell jeta kur gjë. Pa ndryshu ti vetë qëtu. E kur ndryshon, kur merr hapa të ndryshëm, kur i ndryshon veprimet e tua, kur i ndryshon mendimet e tua, kur i ndryshon ndjenjat e tua, kur i ndryshon veprimet e tua, atëherë ti i ndryshon edhe përjetimet e tua. Përjetimet e tua ty kanë me cilë situata të reja. Situatat të reja kanë me cilë ty njerëz. Edhe dhe më thonë qështu, vazhdimisht i shkon të ndryshu, të rrit, edhe në qëtë mënyrë ti kur përjeton diçka të re, kur bën diçka të re, edhe ja del masanena, atëherë ki me thonë, aha, okej, do më thonë që kjo pas ka qenë vesh një bindje, ama thjesht kjo bindje ka arpi dikuj, unë mundem, unë ja dola, te kur t'ja dole me diçka, na bindjet mundem me ndryshu. Për ndryshe, e bojt njëjtin gjë, s'ka rezultat, s'ka ndryshim jetë, nuk ka kur gjë. Se t'ja more përgjigjen apo jo? Amo, pra kjo është që na njerëzit thjesht mendojmë se nuk dim, nuk mundem, jam një vend huj, e kum bo moshën, i kam qika qëtëmi, jo se më lojnë djerria, jo nuk më len burri, jo kjo, jo ajo, do më thonë, qka je ty boti? Qka je ty bo? A je ty e dit? A keni naj pytja? E sidomos, unë nuk mune me ndalu të e cek që do që thamë, na shqiptarët kemi televizione absolut jo të mira. I kem televizione, kem gjana, kem që neve na japin një bindje non-stop, që na nuk dim. Non-stop na japin një bindje që na duhet me qenë dikushi për me guxu me i tregu botës se kushim. Që unë duhet me pas një titull për me guxu me i tregu botës se kushim. Mu më pëlqen shumë një shpreje e Angelina Jollit, sepse është konë do me thonë një shpreje shumë do me thonë se. Ajo thot, faleminderit Blendina, ajo thot, unë që po maj fjalim këtu përballë juve, nuk do me thonë që unë jam ma e menqur se shumë nana tjera që nuk i kanë pas mundësit me arrit deri ku jam unë këtu sot. Shumë njerëz për shembull, pse i arrin qëllimet e tyre, është sepse ata pranaj janë më të guximshëm. Janë më të guximshëm. Edhe janë më rrezikant. Edhe janë të gatshëm me u përball me sfida. Janë gatshëm me u përball me situata zorshme, me njerëz të zorshëm. Do më thonë, nuk kanë frikë. E frika, pra, nga përballja me njerëz ndryshëm, me situatat ndryshme, sepse na, kur dalim prej zonës rahatis, na duhet me llogarit me një herë që kanë me na orë situatat ndryshme, kanë me na orë njerëz ndryshëm, jo krejt kanë me na përkro, ose për shembull shumë pak kanë me të përkro. Ama që ata do më thonë, krejt që kanë arrit që aty, dallimi tyne është me mund është edhe me juve, edhe me gjithë tjerë që janë duke vrapu mas qëllimeve tyne, vetëm kjo, se janë më të guximshëm. Do më thonë, kalojnë situata më të vështira, nuk frigohen, edhe thjesht e ka përcejnë. Vetëm që do më thonë, ti veç mundesh me abo pyetjen vetes pse unë s'po guxoj. Nga çka po kam frikën? Kaq, ku gjë tjetër, absolut, askush nuk është më i mençëm se askush. Talentin që e kam une, e kam një talent unik, individual, nuk e ka kërkush tjetër.
Një talent që e kiti edhe ti je unik, do më thonë je individual, je i pazavencushëm, nuk e ka kërkush. Tash ty të metet në dorë vetëm me zbulu qa talent. Për çka ku më ardhonën që të botë? Mja bo vetës që të pyti, më thonë, pse jo më ardhonën që të botë? Për shka? Muftof kafja. Duhet besu për të guxu. S'ki qka me besu. Thjesht pyte veten pse jo më ardhonën që të botë. Edhe ajo më duke jetu unë paka shumë thelbin tam. Më thonë, vetëm me mësu, me bisedu me thelbin, nuk ka kur gjohë më të bukur. Për Zotin e madh, momentin kur na mësoj me fol me thelbin, me pyet thelbin, çka po don? Nuk kemi shumë njerëz për shembull kanë fillu tash me këtë spiritualitetin, ty punu, ty marr shumë të kalumen, të mundu me fshi, me shly, me pasru karma, ku ta di unë e qka. Kur gjobre nuk duhet, për Zotin e madh kur gjo nuk duhet, ty duhet veç me u boj vetdijshëm, me pyet veten tonë çka po do. Çka po më intereson mu çka kanë bo babgjeshtë mi për para, stërgjeshtë mi, pse duhet unë mu marr ende me qatë punë? Pse? Kur une e kam mundësin që tash për qëtë moment me vendos për jetën teme. Unë që tash vendosi për jetën teme. Nëse unë tash të rri këtu, të ju viktimizu e të ju mendu, po jo e kalumja jeme, po jo babgjeshtë e mi kanë bo qëto, jo stërgjeshtë e mi, jo karmat, jo me pasru energjin. Qka e ka bon? Qka je ka bon? Në vend se me konë komplet i vetdijshëm, me thonë vetës, hej, qka po do me bo sot ma ndryshe? Qka po ton me bo sot ma ndryshe se dje, se par dje? Që tash me marrë një vendim. Edhe kur ta mersh vendimin, masane me amajt fjallin vetës, mu qu edhe me bo. E jo tani prap më najtë si viktim, me thonë jo valla po, unë e zgudzoj, unë e s'kam besim, unë e këto, unë ato, me gjithë dhe më thonë justifikime. Justifikimet masanina, ty prap ta kryoj një besim që ti s'ki gudzim. Me tregu qka ke kry, se për herë të parë, po të dëgjoj, faleminderit. Okej, Xila. Mirë se erdhe pra në profilin tam, po të regoj me shumë knasi. Unë pra merrem me zhvillim personal, amon i thom jo zhvillim personal, po shkatërim personal, sepse na prej se kemi linë, deri ditën e që ditë jetës tonde, ti tu kanë kriju, dhe më thonë, personalitete, tash ti mendon që je që kjo që je. Une, do më thonë, e boj qëto, e kthej njerin në thelb. E kom të kryme për hipnoterapiste, pra, për zhvillim shpirtëror, është shkolla e meditimit, hipnozës, për meditim, edhe e kam marrë shkollën për astrologji edhe numerologji. Tash kur i kombinoj këto të katërtat, është diçka tepër e bukur. Është tepër e bukur sepse vërtet nuk e di, është thjesht një mrekulli. Tani e dashur Xila, do më thonë unë i kom kry qëto shkolla, edhe ma e mira e gjithave është, se qërë ndëgjoni edhe diçka për jo thamë. Nëse dikush del, sot vërtet janë bërë shumë mentor, edhe janë të dalë, do më thonë, qëto herë ma shumë, është shumë okej. Amo vesh një gjatë duhet ta din. Nëse dikush nuk i ka arrit qëllimet e veta, edhe nëse dikush është në kërkim të qëllimeve të veta, edhe e përdor mentorimin për me arrit qëllimet e veta, thjesht duhet keni kujdes. Sepse unë kam njerëz të mjaftueshëm që janë duke më shkruar çdo ditë edhe duke më marrë në telefon, që janë duke pas shumë përvoja, bile dhe të rrezikshme nga njerëz të ndryshëm. Nuk e më intereson
une e thom vërtetën. Nëse nuk të pëlqen kjo që po e thom une, automatikisht bënem blok edhe mos he kur mo në profilin tam. Unë po ta thom të vërtetën. Këtu në Zvicër nuk e di se si është në shtete tjera. Kur kërkon punë në një vend, duhesh mja u dërgu biografin tënde. Kush je, çfarë ke të kryer, edhe sa përvojë tjetës tënde ke në atë profesion që po kërkon. Kurse tek ne, shqiptarët, shkon pak si hajt kështu. Para se të vendosim nga kush po mentorohem, shiqoni pak jetën private. Unë për çet arsye, shumë shpesh e tregoj jetën time personale, vetëm pse me po njerëzit se kush jam une, edhe pse po dal po foli. Gjithmonë pra çato që e thom me 100% për Zotin e Madh, sepse e kom jetu vet. Çka nuk e kom jetu vet, nuk dal kur me fol. Kur nuk dal me fol. Pse ka rëndësi shumë çka ka kryer, as jetu knaq me to që është tu i shpjegu. Blendina. Bravo, e ke qik kaq bukur, kjo përkon me ato që kam dëshuar edhe unë. Dëgjoni, se po du m'ja u tregu qëto, une e kam me shkrim, sinqerisht t'jenit kujdesshëm. Për shembull, njëra ka qenë të unë 1 muj e gjys në kurs. Atë muj e gjys është transformu aq shumë që ka qenë non-stop në një energji shumë të lartë, në frekuenca të larta. Pastaj me shkruan të afiqi, ne mbaruan, por më shumë e ka majtë në kurs se sa që ka bërë pagesën për Zotin e Madh. Pse? Vetëm sepse e du me shpirtin tem që dikush të ndryshoj, edhe thjesht ta kuptoj që vetë e ka jetën e vetë në dorë. Unë nuk du mi bo njerëzit më varë nga unë. Unë nuk jetoj nga kjo që po e bëj tani me juve. Absolut hiç, sepse unë jam financiarisht e lirë. Mos kisha qenë, unë tash ish dasht më shku me punu. Por jo, nuk kam absolut as një lloj interesin nga kjo punë që e bëj. Thjesht e bëj, edhe e ndjej, edhe e du, sepse e shoh që shumë njerëz janë të viktimizum nga njerëz dhe situata të ndryshme. Pra kjo zonja më shkruan mua, Fiqi tha, faleminderit shumë, e mbaruam domethënë ne atë punën tonë mes vete, ishte mjaft bukur, domethënë jeta e saj ka ndryshuar vërtet shumë. Masande më thot, më kanë ftuar të marr pjesë në një lloj kursi që është falas. Edhe du të shkoj ato tash. Okej, është e drejtë e jotja. Na nuk mundemi njerëzit me i mbajt ofër vetes, me lidh, me thonë veç të unë edhe nuk guxon dikun tjetër. Shkoni ku doni, aty ku ju ndiheni rahat. Aty ku ju tërheq energjia, shpirtit juve, aty shkoni. E thash është okej, shko ku të duar. Ka shku. Ka ndajnë në kurs, e kam bajt kursin nuk e di se sa, dhe pastaj më thret shumë e merakosur. Lutem vi që ja ki ko me bisedu me mu. Thash, po, bisedoj. Gjitha pa asnjë lloj interesi. Më ka marrë në telefon, kemi biseduar diku më shumë se gjysore. Dhe tani dikush, ajo dhe më thonë se ku ka qenë aty, i ka thonë se ti ke kështu e kaluar e jote, është kështu, je në rrezik, brenda 2 muaj e diçka djalit ton do t'i ndodhi diçka nëse ti nuk e pastron energji, nëse nuk i pastron karmat tua. Dhe ja ka kërkuar një shumë të madhe të parave. I ka kërkuar 12.000 euro. Dhe dikush tjetër nga kursi i ka paguar veç 8.000 euro. Paramendojeni njerëz të dashur. As une, as kërkush tjetër në këtë tokë, çdo njeri nuk është më i madh se Zoti i Madh. As une, as kërkush tjetër, nuk mundet ty me të pastru nga asnjë gjë, pos Zoti i Madh. Kur na e kemi besimin e madh ndaj Zotit, nuk ke nevojë me pas frikë nga asnjë gjë. Absolut hiç. Këto që po i flas unë për shembull tani këtu me ty, është thjesht ajo që e kam jetu vet, edhe ta them ty.
ndaq mere, ndaq mos e merr, është e drejtë e jutja. Amo të bijem prej e dikuj edhe të besojmë edhe të mendojmë se ky person do të na ndryshoj jetën mu komplet. Jo, njerëz të dashur, përpas Zoti i Madh, as kush nuk mundet me ta ndryshu ty jetën. Amo disa teknika për shembull që janë, që veç ekzistojnë. Energjia është ajo që kam unë, e ke ti, e ki secili. Tani ty të mbetet veç që kjo në dorë. Çka duhesh ti më mësu? Krejt është vetëm me kuptu kush jam unë, pse kam marrë në këtë botë, edhe energjinë e trupit tonë dhe kaq. Dhe ti e i pambarun. E këto që e bëj une është domethënë që kjo, që ty une për shembull në bazë të eksperiencës time, në bazë gjithë asaj që e kam mësu, sepse hipnoza nuk është diçka e zbuluar veç thjesht hajt, hipnoza ekziston, hipnoza është komunikimi me ndërdijen tonë, me programet e tua. Masandej meditimi, astrologjia e gjitha këtu, ne këtu i përdorim si mjete me kuptu se kush jeti. Por as kush nuk ka të drejt me ton ami kaq pare që unë ty ta pastroj energjin, ta bëj këto, ta bëj ato. Energjin e munde me pastru vetë. S'ka nevojë me ta pastru as kush. Energjin e pastron ti me mendimet e tua edhe me ndjenjat e tua. Kaq, edhe se për ndryshe, po ja le dikuj tjetër në dorë, të bëj ty pastreme sa në gjona, duhet me konë shumë i kujdeshëm. Si ta kuptoj, se kur Bardhi Fatjona, unë po ta them, unë personalisht mentorin tim që e kam, do më thonë që 8 vite të mira jam këtë rrugtim. E shkollën e hipnozës që kom mbaru, natyrisht e kom mbaru këtu në Zvicër në Bern, që është një shkollë e njoftur nga shteti, do më thonë është mjaft serioze, edhe shkollën e meditimit. Pastaj këtë të astrologjisë, edhe të vetdijes, do më thonë, e kam mentorin tim, që e kam tani, unë personalisht për vete, nuk marr mësim nga dikush që nuk i ka përjetuar gjitha ato vetë, që nuk i ka arrit gjitha ato në vetë që del e i flet para dikuj. Do më thonë, nëse dikush më flet mu për lirin financiare, po vetë nuk e ka arrit, si me i besu. Nëse mu dikush më flet për partneritet shëndetshëm, por vetë nuk është në lidhje fare, si me i besu. Nëse mua dikush më flet për pasuri, por vetë nuk ka arrit pasuri, si une me i besu. Kjo është diçka në fakt shumë e logjikshme. Nëse dikush flet se si me i pas raportet mira me fëmi, po vetë nuk ka fëmi, edhe nuk di unë absolut hiq asnjë gjë, do më thonë për jetën e atij personi, si mundem unë me i besu diçka. Okej? Do më thonë unë hyra pak në këtë temë pa dashje, amo është e drejtës secilit, në fakt mua nuk më intereson absolut hiq, mua që më intereson është në profilin tim me pas njerëz që vërtet duan me punu me veten e tyre, që vërtet duan me i dhon botës diçka të mirë, edhe kaq. Do më thonë është, unë e thash edhe më herët, unë nuk jetoj për kësaj. Unë këto që jam të e bo, do më thonë që jam të dalë me fol me juve, absolut thjesht vetëm nga dëshira për me dasht me ju ndihmu njerëzve. Unë nuk jam kashes as një lloj produkti, as nuk jam të reklamu kur që do më thonë sa i përket kësaj punës, por thjesht jam veç duke ta dhoni një paralajmërimi edhe to prap në bazë të eksperiencës, në bazë të njerëzve që e kanë diskutu me mu dhe kaq. Nëse keni ndonjë pyetje, mundeni me më pyet. Çka mendoni ju, pse është depresioni kaq i shfaqur, domethënë të njerëz? Çka mendoni ju? Pse ka kaq shumë depresion? Pse ka kaq shumë ankth dhe kaq shumë panik atakën? Pse? Çka mendoni ju? Edhe kaq shumë njerëz që prap punojnë me faleminderit shumë Fatjona.
E ju që jeni këtu, du me ju pyet a punoni diçka, do më thonë punë shtetit, apo jeni edhe ju kështu të lira nga puna, nuk keni nevojë. Jetojmë pa vetdije, po vetdije ose pa vetdije është gjithmonë, do më thonë, ka shumë pa drejtësi, xila, po ka shumë pa drejtësi, po kur jeti i drejt me veten, beso me dashur që nuk ka kush që ka ndikim diçka në ty. Edhe unë e tham, depresioni vjen sepse njerëzit nuk e jetojnë thelbin e tyre. Për shembull, normale, është shumë normale se na këto gjana dhe nuk i kemi ditë edhe nuk na ka mësuar kërkush. Edhe në shkollë për shembull, na kanë bo çast shumë që me dalin nga vetja. Dje për shembull unë kum pas vajza ime, i ka pas 3 shoqet veta që kanë ardhur te unë, e kanë bo një plakat, do të thonë kanë shti temat ndryshme me shkru, me ja dërgu drejtorit shkollës, sepse e kanë një mësuese që është shumë e pavetdijshme dhe se ajo, do të thonë, fëmijën, në fakt nuk i mëson, po veç i traumatizon. E unë jam për veti shumë falenderuese, nëse unë e tham asnjë cent nuk e fitoj nga kjo punë që e bëj, nga kjo vetdije që e kam, po shumë okej, mjafton që unë familjes time ndihmoj me këto. Do të thonë, vajza ime është aq e vetdijshme, edhe i kam marrë edhe ato vajzat e tjera, që edhe dje kam bisedu aq gjatë me to, edhe më kanë tregu aq shumë gjana, se si sillet mësuesi atyre me to. E tash normal, kur na në shkollë, na mësojnë më shkput nga vetja janë, qysh dojmë atëherë na me qenë guximshëm, qysh dojmë me besu se dim, se mundem, se ja dalim. E për që ta, shqyr Zotit që kemi arë qëtë kohë që prap falë rrjeteve sociale jemi duke u rrit, duke kuptu se kush jemi, edhe duke zbulu ma shumë për veten tona, mune me arrit shumë, e kem do me thoni mundësi jashtëzakonisht madhe, më varet vetëm se çka vendosim na, çka zgjedhim na. Pra me thelbin mu marë, thjesht me thelbin, po që thash, kush na ka tregu si çka është thelbin, për kundrazi, neve na kanë mbyt thelbin tonë, neve na kanë largu komplet prej vetes tonë. Edhe besojmë se jemi qëta. Vetëm me bisedu me thelbin e juve. Sot për shembull, qenë mëngjes, kur zgjohesh, me pyet veten çka po do. Edhe me vepru. Çato çata thot thelbi jot. Shkëputja nga njëra tjetri, vetvetja, natyra, largimi nga vetja dhe nga esenca jonë. Besimi ndaj mendimeve dhe emocioneve tona, që shpesh herë janë veç përgjigjet e besimeve kufizuese dhe këto çojnë në depresion. Po normal, do më thonë që esenca e çdo njeriu është o Zot, nan këtë botë nuk kemi ardhur mos me qenë vetvetja. Nan këtë botë nuk kemi ardhur veç me shku në punë dhe me u kthy, edhe kaq. Nan këtë botë kemi ardhur me kry një mision tonë. Na jemi kalimtar këtu, kemi ardhur me kry misionin tonë. Njerëz që e kryjnë misionin e tyre me sukses, ata fundin e kësaj jete kanë me pas mirë. Ata njerëz që nuk janë të e kry misionin e vet, ata përballen me sfidat ndryshme, me varfëni, me smundjet ndryshme, me raportet këqija me njerëz e kështu me radhë. Pra sa është e rëndësishme me qenë i vetëdijshëm, jashtëzakonisht. Unë e kom tregu edhe një ditë një video që e thash, e pash një video, sa kom hap TikTokin me postu diçka, se vërtet TikTok vetëm postoj edhe dal, nuk rri aty, sepse aty, nëse nuk din me zgjedh, do më thonë, ty të fshin ajo vala. Edhe mundesh më bosh shumë leti pa vetëdijshëm. E kam postu videon. Sa e kam postu, sa kom hap, do më thonë TikTokun, me postu videon time, i pash që tregova një video, një ditë, tuj u re djem 3 një grup.
Atëherë çka të vyn pare, çka të vyn makina, çka të vyn krejt kur ti nuk je i vetëdijshëm 12 orë ditës tonë. Kur ti sar del prej shtëpis, e din që çdo ngacmim që vjen nga bota jashtme ti ke me reagu. A e din që sa herë je në rrezik në këtë mënyrë, kurse je i vetëdijshëm. Jo vetëm si burr, si mashkull, por edhe si femër. Sa për shembull përlarje ka mes njerëzve, mes kuqive, mes burrit, mes gruas. Pse? Sepse janë pa vetëdijshëm. Ankthi mendoj se është nga mos pranimi i situatave, mungeseve të dashurisë dhe duke bërë gjithmonë për të tjerët e duke lënë veten. Po, është shumë e vërtetë. Do më thonë, sarë që na shkputemi nga vetja jone vërtet, na jemi të pavetëdijshëm thjesht, bon të pavetëdijshëm. Nuk është lehtë me qenë i vetëdijshëm, sepse edhe mu shpesh gjatë ditës kështu e paramendoj veten, se vjen diçka dhe sikur ma më shon shkelin tik edhe më qet prej lojës. Do më thonë, më qet jeta prej lojës, bona për një moment e pavetëdijshme. Amo kur ti në fakt e din se si funksionon vetëdia, ti prap kthehesh këtu, edhe kupton thu, okay, që tash qëtë moment kesh e pavetëdijshme. Amo tani ti mundesh me rregullu prap duke u kthy në vetëdije. Pra, gjithmonë na kemi zgjidhje në dorë, tani për momentin me rregullu diçka. E kumboni gjest jo të mirë, e kumboni jo më shpreh ndoshta jo në mënyrë të mirë, bono e vetëdijshme me njëherë, mundesh me njëherë me korrigju domethënë atë sjelljen tonë, gjestin tonë. Edhe nuk është keq, por paramendo kur je non stop i pavetëdijshëm. Atë kur je i pavetëdijshëm ti nuk e pranon momentin aktual. Nuk e jeton thelbin tënd, nuk e don veten tënde, pra ke frikë nga e ardhmja. Do të thonë je komplet e shkputur prej vetes tënde. Atëherë këtu lind me njerë pasiguria, vjen frika, e gjitha ato atëherë shfaqet depresioni. Depresioni është thjesht kur ti nuk i jeton energjitë tua, nuk e jeton thelbin tënd, nuk e jeton jetën për shkak e ardh këtu. Mu shumë më pëlqen mentori jam se si e thot, ti e ka e pshtyn jetën tënde nëse nuk je duke jetu energjinë e trupit tënd. Nëse nuk je duke jetu misionin tënd, ato për shkak e ardh. Je duke e pshty, do më thonë. Se ti ke orë këtu me qatë detyrë me jetu qato. E ti tash i qka bën? Normal se nuk ka faj askush. Absolut hiq askush. Po na duhet me mësu qëto. Kur e kuptojmë që funksionojnë, atër mësoj. Mos rri ende që shtojmë na me shti vesh në kapuq, edhe tashtit u kry valla e di amo unë nuk. Apo do me ndryshu jetën tënde, fillo edhe praktikoj qëto gjana. Gjari Alma, përshëndetje fiqërije, si ta ndihmoj që t'jetë i vetëdijshëm në gjërat që ai bën, sepse njerëzit që i kam të familjes nuk e kam idenë e këtyre gjërave që ti po flet zemër. Edhe unë në familjen teme kom plot që në fakt e din se për çfarë flas, po nuk më përkrahojnë edhe mendojnë që janë diçka senet kota ose thjesht nuk dojnë me besu, sepse janë, unë e thom, janë në të rjetën e marimongës edhe një farë mënyre i kanë vendos, din këto kuajve më përpara që ja u kanë vendos, sepse kur ai që kalin, do më thonë që e ka pos, për mos me i kalin gjathë ose në të majt, ja u kanë vendos disa kështu, nona jeme më tregoj kepile, që mos me humb udhën, do më thonë me shku veç drejt, njëjtën mënyrë i kanë këta njerëz këtu, do më thonë si lloj mura, apo si lloj perde që zguxojnë me këshyrën të majt atë gjathë dhe mendojnë që jeta është vetëm kjo, se unë përballem çdo ditë me persona tillë. Edhe në fakt mundohem disa që tregojnë interes me ditë më shumë, filloj edhe ju spjegoj edhe ju tregoj, por për disa që e di që absolut vërtet i kanë këto kështu shumë të mëdhaja, edhe e di që ai person nuk shef as të majt as gjatë, unë e lo atjere, unë nuk duhet me udhtu me ato. Nëse ndonjëherë ta njerëz janë të gatshëm me ndryshu, me fillu me ndryshu, është okay, nëse jo duhet t'i lojmë. Thjesht është shumë e rëndësishme me kuptu që qëta njerëz
neve mos më na shpërqendru. Se na për shembull që nuk jemi sikur këta njerëz po e thon tashti. Na domethënë nuk I kemi çto anash. Na e shohim botën shumë ma gjatë. Domethënë unë e kthej kujt majt, e kthej kujt ngjath, shiqoj drejt, e kthej kokën mbrapa, e kështu me radhë. Kur ti ja jap vetes që të hapësirë, domethënë ti ke liri, ke guxim, edhe e din se ka diçka më shumë. Nuk është vetëm që kjo që po shef. Këta njerëz që shiqojnë vetëm drejt, domethënë këta janë non-stop në frikë, edhe kanë besimet, domethënë bindjet aq të ngurta, kështu, që tek ta është shumë zor me depërtu. Është shumë zor. Domethënë neve na kushton ekstrem shumë energji për me mujt me depërtu në bindjet e tyre. Tash a ja vlen me humb energji kaq shumë? Jo. Po a ja vlen edhe me I pranu këta neve me na qik prej energjisë. Domethënë me na I mbyll këto neve perdet anash pra? Jo. Atëherë ti zgjedh çka po don. Apo don me u viktimizu? Apo don ai edhe I gatshëm ndoshta se çta njerëz me I humb krejt. Në atë kuptimin jo me I humb krejt, po me u distancu prej tyne. Ti je në kush je? Është I familjes, është kushdo qoftë. Nuk kemi çka me bu. Thjesht dush me I thon betis, apo don liri ma shumë, apo don me I mrrit qëllimet e tua, apo don me I realizu dëshirat e tua, apo don me qëndru afër qyty në njerëzve edhe me shku drejt edhe tje me këta. Domethënë punë shpejt. Momentin që na nuk udhtojmë me qëta njerëz bashkë, ti automatikisht ki me u etiketu si njeri jo I mirë, I respektueshëm edhe I sjellshëm. E ta shka po don ti? Me fol tjertë mirë për ty, apo me të pas ata ty në kontroll, apo po don ti me udhtu pranaj, me boj jetën tënde, apo ti e din që herë do kur ti ndryshon shumë për të mirë, ti mundesh me ndihmu qëta njerëz. E që kjo është, unë e kisha thonë thjesht, ec edhe mos u kthe mbrapa për hir të tjerëve, sepse ti nuk je ty bo kërkujna dom me këtë mirë. Përkundrazi, ata herë do kur kanë me kuptu që ti ki me imbrojt që ata njerëz, që ti ki mundësin herë do kur se cilit me ndihmu. Për shembull, sikur të unë që është njëjtën mënyrë. Unë duke ndryshu vetë, sa njerëzit I kam ndryshu për rreth meje. Është e pabesueshme. Ata njerëz që nuk duan për shembull vërtet edhe me marr mbrojtjen time ose edhe me marr këshilla nga unë e di që ata njerëz domethënë janë kështu në bindjet e tyre ose e kanë një xhelozi të brisht brenda vetes. Sepse ka njerëz për shembull, xhelozia është diçka shumë e madhe. Armiq kemi non-stop, secili, pa ndorë, sepse ata armiku është krijohet sepse ti nuk përputhesh me ato. Domethënë njerëzit, ka njerëz që na duan thjesht vetëm kur veprojmë siç ju konvenon atyne. Në momentin kur ti nuk konvenon siç ju konvenon, në momentin kur ti nuk vepron siç ju konvenon atyne, ti je automatikisht I keq. A ja vlen? Jo, si ja vlen për zotin, nëse po du me jetu. Unë ko marrë me jetu misionin tam, me jetu detyren që e kom ndaj zotit e jo ndaj njerëzve. Unë nuk punoj, jam shtepjake. Kam nevoj që të punoj, sepse kam nevoj për para. Okej, zemër Alma, unë nuk e di ku jeton, nuk e di sa vjeqe je, as nuk e di për shembull sa fëmijë ke, po çka po të ndalon ty e dashur që nuk po hin me punu? Bonja pyetjen vetes, çka po më ndalon mua, ndoshta ti e din, unë nuk po e di, po thjesht po të pyes. Çka të ndalon ty që ti nuk hin me punu? Unë jam shumë e bindur, 200%, që ti e ki një potencial shumë të madh. Po thjesht je duke I leju ende tjerët me pas fuqi mbi ty. Ose nuk je duke guxu me bo hapin e madh, hapin e parë. Thjesht me kuptu
kush jam une, edhe çka po du, edhe hin veprime, sa do e vështirë që është. Si rigjehet vetja, thelbi jot rilidhesh me prezencën. Okej, biraci, se s'po e di jamë se e ke. Zemër, thelbin të ndëgjon në këtë mënyrë, duke u vedisu kush jam unë, kush ma dha mu këtë emër që e kam, ku kam lind, cila është familja ime, në cilin vend jetoj, nga cilët njerëz rrethohem. Kjo është domethënë ajo baza, e dini, temeli i shtëpisë. Kur t'ja qesin temelin e shtëpisë, na domethënë duhet me shtim materiale aty që me qenë gjithë shtëpia, domethënë me pas bazamentin e fortë. Pra, në këtë mënyrë na e dim, në bazë gjitha këtyre elementeve që i përmenda. Atëherë me hidhe ma fill. Okej. Para se me i marrë gjitha këtu, kush kam qenë unë më përpara? Dje e poshtë një non me një bebë të vogël, 5 muajsh, e mbantën e dorë. Do më thonë ajo beba e but, vetëm shiqante kështu, edhe në parëndjesie, unë e beba tash kur i shof, e ndjej do më thonë vërtetat thelbin, sepse aty është gjithë shka e pastër. As një program. Ai fëmijë ende nuk e din, as nuk e kupton si e ka emrin. As nuk e din ende për nacionalitetin e vet. As nuk e din kush është familja vet. E çtu është thelbi. Do me thonë, na kur jemi apo më dëgjoni? Më kthy do me thonë prap në qatë momentin ku kemi qenë bebë edhe parë ende në këtë botë. Fora jote, një bim për shembull, një lule apo çfarë do qoftë tjetër, para se me shtin tokë, ajo e ka një forë, e çato e kemi secili prej neve, secili, edhe unë, edhe ti, edhe secili. Çajo fora, masanej, mboret që është qyrë. A shumë zhurmë ati mrena? Pra, se po e sqaroj këto. Këtu mundesh me kuptu se kush jeti. Për çka kjo në këtë botë? Nga kush i përmorën në shto programime? Çka është nacionalitet jam? Tash, a jeti i kënaqur me gjitha çdo që i ki apo jo? Nëse ti nuk je i lumtur, tash në jetën tënde, domethënë ku ka diçka, ke marrë diçka që ty nuk kanë dhënë. Që ty, zakonisht se na njerëzit kur jetojmë thelbin ton, është e pamundshme mos me qenë i lumtur, është e pamundshme mos me qenë vetveta. Domethënë, mos me pas frikë. Po ma parasysh se ku je, me guxu më tregu kush je, me guxu me dal para botës, me guxu me dal me fol, me guxu me dal me lyp një vend punës. E ditë gjuhën, se ditë gjuhën, mbaret se ku je, në cilën shtat je duke jetu. Me guxu, thjesht me guxu. Okej. Kush është mentori yt? Mentori jam, unë ju tregova që kam kryer shkollën e hipnozës në Zvicër, Gabriel Palacios, është për një shkollë shumë është shkollë. Edhe aty kom kryer edhe për meditim. E tashit jam te Agron Bekirovski në Dubai, është një mentor i jashtëzakonshëm. Ai nuk është mentor, ai është jashtë të kësoj, a njeri. Unë kur në jetën time nuk kom pa diçka tillë si ai. Edhe mund të më thonë që, nuk e di, jam transformu komplet. Nuk jam më ai personi si që kam qenë para shumë viteve, absolut hiç. Sepse jam kthy në thelb, nuk e jetoj më rolet e dikujt tjetër. Kam 2 fëmijë të vegjël dhe s'kam një profesion. Alma zemër sa vjeçare? 28 vjeçare. Zemër e dashur. Roli i nonës është pa dyshim një rol jashtëzakonisht i bukur edhe i mirë. Vetëm një gjë po ta them me dashur. Fëmijët rriten, rinia jote kalon. Masandej ku mbetesh ti? Nëse vërtet i don këta fëmijët e tu shumë, atëherë mundohu
për hir të fëmijëve edhe për hir të vetes tonë, që paralel të bëjsh edhe diçka, pa marrë parasysh se çka. Mos e detyro veten me shku dikun ku nuk ndihesh mirë, po jam shumë e bindur dhe jam shumë e sigurt që ti, nëse vetëm pak fillon me pyet veten se çka po don, ke më zbulu diçka, ke me gjetë veten dikun. Okej, je në Gjermani, 28 vjeçe, nuk e di gjuhën, a e din apo nuk e din, nuk ka rëndësi. Fillo, në fundit shoqërohu me dikon, gjoje një zgjidhje, gjoje vetëm pak dritë ku është shef aty, shko edhe hyn që aty nga vet. Mirëmëngjes, Anisa. Pra, mos rre e mbyllë sepse jenë në një moshë shumë të mirë, zot, 28 vjeçore. Më falni, duhet me hyn brenda se u tranur këshia. Vetëm pak. Vetëm pak. Okej. Tani shumë më mirë. Kjo është pra që mos keni frikë me i tregu botës kush jeni. A është ma mirë tani? Si shumë zhurmë jashtë. Mos keni frikë me i tregu botës kush jeni. Mos ke frikë me jetu aty ku je. Kështu pak se ma. Aj. Okej. Pra, ka që është me rëndësi, oh my god, drita, kështu. është okej. Alma, zemër, shpresoj shumë pronaj që nuk do të rish me duar kryq, që shtasht edhe ma herët, nuk ka ma mirë se me rrit fëmijët e tu, nuk ka ma mirë se me qenë non, amo nuk ka ma mirë paralel me mujt me bodhe diçka. Nuk është vonë, absolut nuk është vonë. Unë e kam që përparësi shumë që nuk dorëzona kur, as nuk e lo kur diçka pa e bo, kur e du. Kur heq. Se tani mbrana është pak më mirë koha. Okej? Është jashtëzakonisht e rëndësishme me punu për ëndrat e tua. Mos me undor. Na vetëm një herë jemi në këtë botë. Vetëm një herë jemi në këtë botë. E qysh me i dorëzu ëndrat tona? Qysh? Për çka? Vetëm se nuk i konvenon tjerve? Vetëm se mendojmë se unë tash jam në një shtet huj edhe nuk di edhe nuk muj? Vetëm për një shkak gjuhës? Është gjëna? Në qëtë mënyrë masa na i vjen depresioni. Sepse na nuk i jetojmë ëndrat tona. Është ma mirë tani se shqipne, tash hyna mranda u ndalen. Qështu funksionon ligji i tërheqjes. Ato çka nuk e dojmë, ajo na vjen. Ato çka e dojmë, pa tjetër, ajo nuk na vjen kur. Nëse e lojmë thjesht, e pranojmë, është diçka më ndryshe. Amo, jo, ende po bojnë. Okej. Si ta nxjerrim potencialin ton, e çliroj gjithë ngarkesat e lëndimet e mia. Potencialin tënd, me gabime, pa gabime, me i tregu botës kush je. Gabimin e madh që e bojnë shumica e njerëzve është se dorëzohen sepse duan me qenë perfekt. A është dikush perfekt përpos Zotit? Jo. Kush është perfekt? Unë s'jam perfekt. As ti si e perfekt që jenë të më shqyqu mu qëtu. As ata kryesia ma e madhe që dalin e flasin në televizion para njerëzve, kinë se janë perfekt, s'janë perfekt. As ata që i kanë kry, që kanë studiu, ku me ditë se sa vite shkollë që kanë bu, nuk janë perfekt. Pse? Sepse ata që kanë studiu, ata studiojnë, e keni pati nuk mundesh me studiu gjitha landet. E merë, e zgjidh një land, e studion që ato. Edhe për që ato ti diplomosh, por jo për gjitha. Është e pa mundshme me qenë perfekt. Kështu që perfekt s'duhesh me qenë. Duhesh me qenë veç i guximshëm. Me pas guxim me dal, edhe me i pranu gabimet e tua. Kur na jemi të gatshëm me i pranu gabimet tona,
atëherë na e shfaqim potencialin tonë vërtet. Edhe unë kur dal me fol para juve këtu, boj plot gabime. Ani çka ka lidhje? Ata që si dojnë gabimet e mia, unë e di që ata s'janë frekuencat e mia dhe s'dojnë me qenë fare këtu. Ata që dojnë perfekcionizëm, që presin perfekcionizëm prej meje dhe prej dikuj tjetër, ata janë me vetdije poshtë. Sepse një njeri vetdijshëm e pranon tjetrin ashtu siç është. Një njeri vetdijshëm nuk e shef kërkon as më lart as më poshtë. Secilin e shiqojmë në altësinë, domethënë gjermanisht i thonë Augenhöhe. Në altësinë e syve, askush nuk mundet me qenë mi ty as në ty. Sa doj famshëm tjetë personi tjetër, sa doj suksesshëm tjetëri person, nuk është më i Zoti se ti. Kur? Ai veç ka guxim më shumë se ti. Nuk i di gjuhën zemër, faleminderit shumë. Mësoje gjuhën zemër. Sot me mësu gjuhën nuk është zor. Po mundesh thjesht me fillu dikun edhe pa mësu gjuhën. Gjuhën ti e mëson thjesht kur fillon dikun. E kap telefonin. Kur je në frekuencat më të larta, atëherë kërko punë. Atëherë dil fol me njerëzit. Kur je në frekuencat larta, jo nga frika, sa atëherë ki ma të vështirë. Thjesht kur je në frekuencat larta, dil. Se di gjuhën, okej, ai personi tjetër nuk e din shqipen, nuk është që ti nuk din kur gjo, ti din, nuk është që s'din, ndoshta e din edhe një gjuhë tjetër pos shqipes, unë e njoh plot, që s'din gjuhë, absolut fare, po kanë ec, nuk janë dorëzu. Le se sot zhurmat me përcjellën. Unë thash ma herët zhurmat më kanë pengu shumë, po tash së më pengojnë shumë. Absolut e se e di që është jeta njerëzit janë gjallë. Vetëm në vorreza nuk ka zhurë. Aty ka qëtësi. Atëre çka ka të keqe? Që? Hyra brenda, asgjë. Burri im është shumë xheloz për gjëra kuti, por unë do mundohem që t'i vendos në zbatim këshillat e tua, janë shumë të vlefshme, fiqirie. Alma, për Zotin e madh, unë shpresoj shumë që ti edhe kush do qoftë tjetër, vetëm 1% të këtyre çka i thash unë sot t'i veni në zbatim. Kur ti ndryshon e dashur, ndryshon edhe partneri jut, edhe ndryshojnë fëmijët e tu, edhe rrethi jot, po shiqoni jene, kur ti nuk bon as një gjë, edhe partnerin ndoshta ka më ardhë dhe ka më tonë, ti me paskone meqme, e kishe bo këto, e kishe bo ato. Sepse na dum edhe me kontrolu partnerin, po edhe prap shkojmë, i qërtojmë, i thojmë ti me paskone meqme, me kishe bo këto, e kishe bo ato. Kur ti pranaj e tregon vetën tonë të vërtet, kur ti merr guxim, kur ti i bon ato që ti i don, automatikisht ka më ndryshu rrethi jot. Edhe pra çka është e rëndësishme është thjesht mendimet edhe emocionet me ditë me i kontrollu, atëhere edhe burri yt e ndryshon, i hiqet xhelozia, e ndryshon perspektiven për ty, gjithçka ndryshon. Thjesht me vetdije. Vërtet du me gjetë veten me bë diçka me punu, atë që më bën me mundi mirë, se tash jam duke punu si infermiere, por tani po e bëj përpara, se s'po ndihem mirë aty në atë ambient, po rri vetëm për të. Veç përpara njerëz dashur, sinqerisht po ju thom mos punoni. E di se kur ki përgjegjësi, ki familje, ki fëmijë, nuk është lehtë me thonë nuk po punoj edhe po lë një vend punës. Edhe unë e kum bo më përpara, ju mundeni me shiqu podcastin tam, aty e kum tregu shumë mirë, për që të arsye kum bo podcastin me vetën time. I kum fol vetës time përballë, edhe ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë me intervestu veten, se nuk e kum ditë sakt. Masa ndaj kum reflektu edhe ma shumë, kur kum hy me bisedu me veten ma fill, e kum po që sa vite mu ka ndosht mu për me jetu, për me gjetë veten, qyshe kum gjetë veten tani. Pra, mos punoni përpara. Se paraja veç ka me të marrë energji. Edhe shumë njerëz ndoshta edhe ju vetë i keni ndëgju të thonë që aq shumë po marr, po nuk di ka po më shkoj. Sepse kur na i fitojmë parat me frikë, paraja nuk rrin te njerëzit ku kanë frikë. Paraja do më undi e sigurt. Na kur e fitojmë paran me frikë, na kemi frikë edhe me shpenzu ato.
kemi frikë se po mbesim pa ato edhe mundohem me i mbajt, që kjo është edhe një arsye pse shumë njerëz nuk bohen të lirë. Nuk janë financiarisht lirë, detyrojnë pra veten me punu diçka që absolut nuk i përmbush. Tani këtu çka një zgjidhje shumë shkurt për ja u japi. Nëse për momentin jetu e bo, një punë që nuk po të pëlqen, është okej, por që kjo punë nëse ty të lidh, gjithmonë merre si një urë lidhse. Nëse që kjo punë ty, përmes kësaj punës, ti e din sigurt që kemi arrit qëllimet e tua, ndoshta kemi kry një shkollë, ndoshta një kurs, ndoshta me mësu diçka një zanatri, duke i investu çato para që po i merr aty një pjesë çatyre parave, i investon dikun që të rrit, që t'jap energji, është apet okej. Mas andej, atë punën që e ki, tani që po e mbon, që nuk të përmbush, që të merr energji, kur e din se prej qasaj punës, ti e ka investon aty ku ty ka me të ndihmu për me arrit qëllimet e tua, pra, atëhere ti ndryshe ndihesh, ndryshe i percepton sanet, ndryshe ki me vlerësu dhe atë punën që e ki, që jetu e bo me zërë, që jetu e bo veç për para. Ardita live kom hyqin një orë gati, unë në fakt du me mbyll të ashtet nga dalë, se nuk po du edhe te për gjatë mi mbajt live-et, po që kjo është për Zotin, sepse e bëjmë një knasi jashtëzakonisht madhe. Nuk e bëj thjesht se duhet, se kam su njetën teme që kur gjo nuk duhet me bo se duhet. Duhet veç me ndje. Edhe e ndjej shumë këto live-et që hi. Jashtëzakonisht, une juve ju jap këshillat e mia, po ju se keni idenë që gjithë ditën jam full me energji. E kjo tregon që e du shumë. Ama edhe une, qysh ju thash, kom investu shumë para. Edhe une ma heret, kum bo diçka që nuk më ka marrë energji, po faleminderit Zotit që ma ka dhonë vetdijen, edhe jom vedisu me zgjedh edhe me bo prap diçka që du. Pra kom investu jo në fustana, nuk kam investu në fustana njës dashur. Unë kam investu njëkohësisht në financat e mia, do më thonë, në objekte që i kam arrit, por edhe në zhvillim personal, non-stop, sepse për ndryshe, jeta ka me të morë. Që shtash ma jeret, na gjithë ditën jemi në loj me jetën. Atë momentin, një moment duhet marë, vetëm një minut, edhe kur t'jap jeta shkelem, do më qetë prej loje, atëhere mundesh më këthy prap shumë mbrapa. Për që të arsye është shumë e rëndësishme me punu me veten, me humar me veten, me kuptu çka po don. Kur e don, e bon me dëshirë të madhe, nuk t'i intereson a fiton pare, as fiton pare, po ti kur e bon me dëshirë të madhe, me knasi, parat kanë më torë mas, sepse që kjo është energjia. Parat shkojnë të njerëzit që e bojnë punën, pa dasht me fitu para, po thjesht se janë vetvetja. Si ta ndaloj djalin mos të luaj lojrat e telefon që po i humbin parat me qëllimin me fitu. Kjo është varësi, zemër. Kjo është varësi, këto duhet me shiqu, me trajtu me diçka djalin ndoshta. Nuk e di sa vjeçar është djali, po është shumë e rëndësishme me u marr me djalin këtë kohë tani para se bëhet edhe më i mbarën, sepse sa më i mbarën që bëhet aq më zonë është, më sa ne me dal. Thjesht ndonjë terapi për me u largu varësia ose me shiqu çfarë hobi ka djali, me angazhu me një hobi, me një sport, me regjistru ndoshta dikun. Karate për djemt është super sport, sepse djemt në këto shtetet evropiane, sidomos Gjermani, Zvicër edhe Austri, këtu ju fëmijëve, djemve sidomos, ja u mysin energjin komplet, energjin mashkullore, edhe ja u shuin zjarrin për jetën, e për ata arsye shumica djemve masanaj detyrohen me shku, me lujt non-stop, shpil konzolën, këto që janë, do më thonë non-stop, pse? Sepse nuk e jetojnë zjarrin e tyre, i kanë kufizume. Unë e njoh plot shoqet mia këtu në shkollë që kanë djem non-stop i thrasin telefon. Djali yt kështu, djali yt ashtu, djali yt kështu.
Ata janë djem, ata janë tri, ata thjesht dojnë me jetu jetën e tyre. Po, këtu shkolla, rrethi, shoqënia, do të thonë shteti, ligjet janë nësisoj që ti zguxon me qenë vetvetja. Edhe çka bojnë fëmija shkret, nëse edhe na si prindër masanej nuk i përkrahim, edhe plus i kundërshtojmë, ju bojmë prap presion si që bën shkolla, na thjesht jemi ka i mbytim fëmijët tonë. Ai fëmijë masanaj atë energji detyrohet me marrë, me kompenzu përmes lojrave. Po për mendimet negative që i kemi vedisu, që i kemi çfarë mund të na thuash që nuk konvenojnë me ne. Zemër, për mendimet negative, sinqerisht duhet me kuptu spore si është mendu, si është kriju mendimi. Çka janë mendimet? Me kuptu kur hyn në rrjedhat e mendimeve, kur hyn në rrymat e mendimeve. Pra duke qenë vëzhgues, duke hyrë në rolin e vëzhguesit. Pa e kuptu rolin e vëzhguesit, është shumë vështirë me dalë nga mendimet negative. Është shumë e vështirë. Thjesht me përcjell veten gjatë tërë ditës se si e ka mendon edhe si e ka vepron. Si e ka ndjen. Mendimet krijojnë emocione. Emocionet krijojnë prap mendime, kështu që na sillemi gjithë ditën kështu. Derisa nuk him në rolin e vëzhguesit, pra. Atëherë ti je viktimizues komplet. Është një proces më i thellë këtu, se nuk muna me thonë mendimet nuk janë të tuat, edhe lere ato le të shkojnë. Nuk mundesh. Edhe këtu është një që shumë njerëz, ju thoj njerëzve që mendimet le të shkojnë. Okej, na bojmë shprehjesh, edhe unë për shembull asi lloj citate, shtin Instagram e sani postoj ato. Amo nuk mjafton veç me i lexu. Nuk mjafton veç me i lexu. Pa e kuptu që si krijon mendimet. Do më thonë me hima fill. Për mendimet, përshëndetje dashur, dashur një pyetje. Pse unë gjithmonë dhe për familjarë ata nuk më thejnë të njëjtën mënyrë? Se ndoshta që zemër, Ina, thjesht çka do që bën? Mos e bo pa e ndje dashur. Mos e bën pa e ndje. Sepse shumë herë na që prap po vim të identiteti i roleve, me identifikimi me rolet ndryshme. Unë për shembull si non, i japi fëmijës tam dashuri, ja boj fëmijës tam dreken, ja pastroj rrobat, shkoj blej ushqimin e gjitha këtu. Nëse e boj se më duhet se jam non, automatikisht unë kam e prit që ata le të ma kthejnë ose të ma dinë. Po nëse e boj thjesht nga dashuria sepse jam non edhe du që fëmija jam ta ketë ushqimin shpejt, du që t'jetë mirë, e të ndihet i sigurt shpejt, atëherë unë nuk kam me u zhgënjy prej tyne, nuk pres asnjë gjë. E shumë prej neve, do më thonë, unë e mora e ceka fëmin, po shumë prej neve, sidomos gjana i bojmë na, për shembull të vjehria, për marrë shembull, të kunati, të kunata, të familja jame, të familja burrit, sa herë veprojmë na sepse duhet, se mendojmë se duhet. Atër kur na mendojmë se duhet e veprojmë, ai tjetër kur s'ka me ta kthy. Këto harrone. Ndoshta ka me ta kthy për një kohë, po jo për gjithmonë. Kështu që e dashur Ina, mos vepro asnjë san se duhesh, vetëm vepro kur e ndjen nga dashuria. Kur e bën nga dashuria madhe, të betohem çka dush se ti nuk ke me prit asnjë gjë. Edhe nuk zhgënjesh, thjesht. Valla e kam shiu shumë sot. Falbona, faleminderit shumë. Edhe neve po na bën mirë. Unë për çata po hyj zemër. Thjesht me ju inspiru dikon, sepse e di që sa do që dim, sa do që i kemi dije, na kem nevojë gjithmonë për njerëz që na inspirojnë. Sepse na gjithë ditën, që tash si të largohi prej meje, edhe filloni ditën, keni me taku njerëz ndryshëm. Shumica janë të pavetishëm. Tash llogaritë kur ballafaqohesh gjithë ditën me njerëz të pavetishëm, sa energjia ka me të shku. E na kemi jashtëzakonisht nevojë për njerëz, edhe une non stop inspirohem nga mentori im, nga një mentor vërtet që nuk e di, është diçka ekstrem, nuk di si me qenë falenderues.
s'po di me çfarë të bëj, diçka më konvenon mua, por fitoj e përballoj jetesën time dhe të familjes time. Veç pyetni veten çka po du unë nga jeta jeme. Me dasht jetën tonde, me jetu zjarrin, ngjalleni zjarrin brenda vetes, krejt e kemi zjarrin brenda vetes. Krejt e kemi zjarrin brenda vetes. Si ta zbulojsh, si ta aktivizojsh prap zjarrin brenda vetes, vjen dashuria e madhe për jetën. Kur është dashuria e madhe për jetën, atëherë automatikisht kanë me të ardhur ide të ndryshme. Ki me qenë ma lëviz, domethënë shumë ma i motivuar për veprime të ndryshme. Edhe thjesht me u hap, mi dhon vetes mundësi. Ndoshta më regjistru. A ke ndonjë hobi? Shko bone. Ja, une për shembull tenisin e dua shumë, jashtëzakonisht. Edhe tash i thash burrit, hajde të bëjmë diçka të re. Shkojmë të regjistrojmë tenis. Nuk është vonë kur. Bën diçka. Edhe çdo herë bën shtesë diçka të re që nuk i ke bërë deri sot. Gjithmonë se unë thash edhe më herët, jeta është nivele. E ke kalu qëtë nivel të jetës, e ke mësu që funksionon, tash ktheni shkollë më nel. Këtu kanë me torë prapë sene të reja, kanë me torë prapë njerëz të ri, situata të reja. Apet kime u përball, thelbi yt përball me diçka të re. Amo kur e menaxhon, kur e kupton që funksionon, kur i menaxhon mendimet e tua, emocionet e tua, edhe niveli tjetër kcen, i arrin qëllimet e tua. Tani kërsimat e koqësisë pi pranoj bile ushtreva me mbesën e shijova këtë live. Po zemër, pranoni se jeta, na jemi gjallë, nuk kemi të vdekur. E kjo është jeta, thjesht një zhurmë aty. Është jetë, është gjallë, gjithçka, ka më të mirë ju. Me një ujdhes edhe me jetu, ndoshta me vite aty. A din që shkimi i dash njerëz të tjerë, s'ka me t'interesu se kush është. Ka me t'interesu veç apo e shef një njeri. Nuk e di, a e keni par filmin cili artist është që do më thonë me një aeroplan bin në ato ujdhesën edhe në fundit a i mbetet vetëm në ujdhes. A i do më thonë fillon me u lujt me man edhe e merr një top, e merr topin, e vizaton si ftyrë të njerit. Edhe fillon me fol me topin. Gjithçka e bën si njeri. Çka do që bën, ulet e fol me ato. Do më thonë, na njerëzit duhet marrën qatë nivel që me dasht se cilin person, jo me dasht e motrën tonë e veç vllaun tonë, po me dasht se cilin. Se na pa njoni tjetër nuk mundem me jetu. Nuk mundem me jetu pa njerëzit. Po shumë njerëz e kuptojnë, edhe këtu duhet me qeni kujdesshëm se une për shembull kur tham, duhesh me dasht veten, mos me bo çka dojnë tjertë, nuk do më thonë mos me i dash tjertë. Absolut heq. Përkundrazi ti kimi dash tjertë edhe ma shumë, sa ma shumë që kupton veten. Sa ma shumë që e shfaq potencialin tonë. Sa ma shumë që je autentik, e shprej ato që e thu, aq ma shumë kimi dash tjertë. Sepse ty nuk mundon më kurgjo mrena teje, ti je i lirë. E kur s'mundon më kurgjo se ki as një emocion ndrydhon, të helbi yt çlirohet. A një jetë i lirë, e çka mundesh me dhoni, veç dashuri. Si me kuptu energjinë e trupit e kupton në fakt normal kur e shpalos kur prap kthehesh te thelbi jot, ama energjinë e trupit e zbuloj me kodin ditëlindja. Ditëlindja jonë është energjia e trupit tonë. Edhe mos e bëm pa pritshmëri, bam se ki dëshirë. Po kur na sa që veprojmë vetëm nga dëshira. Unë për shembull e djeva thjesht ula me pi një kafe. Edhe mendoash, ndoshta sot ka dikush nevojë për pak inspirim. Thjesht nga dëshira e buna, jo nga frika se duhet kam njerëz në rrethin tim. Absolut hiç njerëz do shumë. Vetëm nga dashuria, nga dëshira madhe për të ndihmu dikuj. E ta kisha bun nga frika, unë moti do të kisha dalë për live-it. Po jam që një ore ma te për live. Edhe thjesht jam duke e shiju. Edhe tash unë nuk pres, a do të ma di dikush, a do të më thot dikush faleminderit, as faleminderit. Mirë është as e gallë që thojnë Zvicran.
bashkë për që ato është fjalla. Shumë faleminderit për këto fjallë frymëzuese, më bën të ndihem mirë. Faleminderit edhe juve që shiquat këtu. Unë ju dëshiroj një ditë marë, por që mos harroni një dashur edhe çfarë du më thonë për fund. Në vend që investoni vetëm në fustana, dashuria për veten është edhe duhet me qenë jashtëzakonisht. Na duhet me dash veten, na duhet me mbajt veten, na duhet mu dukt mirë, por jo në asnjë moment vetëm sa për egon e huaj. Shko në një darsem, duku mirë, por jo me dal nga vetja jote, që thojnë njerëzit, wow, filanja ose filani janë wow. Ani është i mirë, që ajo ka rëndësi. Që ajo ka rëndësi. Me bu thjesht veç për veten tonë. Sa ma shumë që del për thelbit tonë, aq ma shumë ki me vujt. Unë për ja u thomë këto sinqerisht. Nuk ka rëndësi çka ki, çka qysh, sa kanë komentet e njerëzve. E keni pa për shembull ti merr komente, merr komplimente prej dikujt tjetër, merr lavdata, merr lajka. Sa kanë me të marrë ty çato lajka? Sa ka me të marrë ty një kompliment? Mas shumë ti 24 orë. Mas 24 orëve, po se more një kompliment, çka do me bo? Qysh ki mundi nëse s'merr kompliment? Nëse si e përmbushur vetë, nëse ti nuk din me dhonë vetë komplimente, nëse ti nuk ndihesh këtë kohën mirë. Sa ja vlen komplimente dikuj? Absolut hiç. Jepi komplimente vetës çdo ditë. Ndihu mirë vetë çdo ditë. Investo në thelbin ton, mos investo veç fustana, mos investo veç kpucat shtrejta. Atëhere, natyrisht, kur e ke arrit nivelin shpirtëror, kur e ke arrit paqen, atëhere investon fustana, atëhere investon makina luksoze, atëhere në shtëpia, atëhere në pushime, atëhere në pamje të jashtme. Normal, pse jo? Kur e ke mundësin, gjitha bani. Edhe pas një lloj frige, për çka? Na jemi orë këtu me pas, na jemi orë këtu me pas gjitha. Pse duhet me pas frikë me tregu çka kam? Pse? I kom arrit me shpinën teme, me dijen teme. Se shumë njerëz për shembull ka prap, tash këta për shembull zvicrant kanë disa, po nuk e tregojnë prap, sepse edhe këta i kanë ato besimet kufizuese, se s'dush me tregu, se është marrë, se është shtu, se është turp, se anej, se gnej, pse? Pse me pasun e turp? Kur unë e vete kom arrit me mendimet e mia, me ndjenjat e mia. Për çka duhet me pas prap more? Por nuk është mirë me bot kundërten. Pa pas hiç asnjë gjë me bo për me ju tregu tjerëve. Jo, trego atëre kur e ke arrit, pse jo? Krah të lumshit. Du me investu në atë që mua me rrit energetikisht, por s'du me gabu. Pse nuk do me gabu, zemër? Gabo edhe investo edhe rritu gradualisht. Edhe unë kam gabu një jetën time dhe gaboj çdo ditë. Çka ka lidhje? Vetëm përmes gabimeve na mundem me urrit. Përmes përjetimeve tona na mundem me thy bindjet kufizuese. Nëse dikush thot ti nuk je i Zoti, ti nuk din me punu, ti nuk mundesh, mos u dorëzo. Tregoj ju tjerëve, po bindu vetë. A e ka e tjetri me drejt, a se ka me drejt? Bindu vetë. Unë e thuj mundem, kur thu mundesh. Kush mundet me të ndalë? Kush mundet me të ndalë? Janë veç mendimet e tua dhe edhe është thjesht ajo çka kem lerë ti deri sot. Se na jemi sikur ato fshisat, veç marre material, ti deri sot, deri në këtë moment që të ka kriju Zoti, deri sot ku me ditë se sa programe i kim brenda vetes. E tani ti kur thu s'di, ti e të thonë nuk din, sepse është dhe më thonë struktura psikologjike që i ka kriju bindet në ty se s'din. Po normal që din, thelbi ti din tanat. Okej? Tash, ti vesh një fustan bukur. Dukesh bukur në pamjen e jashtme, po mbrenda je bosh. Sa ka vlerë kjo? Edhe ju dhasha ma jetë, mos e krahasoni veten se sot kemi postimet pa numërtat njerëzve
që postojnë vetëm anën pozitive të tyne. Po kërkush nuk e tregon brendine e brendshme. Kur e kuptojmë energjinë, kur e kuptojmë, kur e shohim botën, jo mo me njerëz e me objekte, në materializëm, por e shiqojmë botën me energji, ti ki mu bo mjeshtër, ti ki me kuptu, ki me lexu njërin, fund e kry, ki me kuptu kush është i pasur në të vërtet e kush është i varfër në të vërtet. A ka ma mirë se mu bo mjeshtër? S'ka. Atëhere, çka? Apo do mu bo mjeshtër? Investo, bo mjeshtër i vetës, që mos të bujsh edhe sa vite jeti ke, që mos të bish viktimet e tjerve, që mos të bish viktim në pamjet e jashtë të tjerve. Bono mjeshtër i vetës. Kaq. Atëherë unë ju dëshiroj një ditë mirë, ju uroj një ditë jashtëzakonisht bukur. Kush është i interesuar me bashkëpunu me mu, urdhnoni, më shkruani. Vetëm kur e ndjeni. Kur se ndjeni, absolut nuk keni nevojë. Aty ku ta ndjesh, aty shko. Bardhi Fatjona, nëse je interesuar, mundesh me bashkëpunu me mu. Për ndryshe, shiqo vetëm po ju them. Po spunuat me veten e juve, po nuk e zbuluat thelbin e juve, gjithmonë keni me qenë kërkim. Po marr parasysh se çfarë posedoni në gjona materiale. Mund ta kesh regallin plot fustana, por nëse këtu mbrana thelbi yt nuk e ka ato që e don, është kot. Atëherë mirupafshim dhe shifemi në live-in tjetër. Unë do të hyj her pas here live, sa herë që ta ndjej, jo sa herë që më duhet, po sa herë që ta ndjej. Okej, mirupafshim.